Sepse misioni është, në qoftë se protesta kalon organizim, detyrimisht establishmenti vjetër është i barazvlefshëm me protestën, do thotë populli është kundër këtij establishmenti. Dhe armiku më i madh, dini kush është? Kush? Sali Berisha. Protesta Sali Berishës i nxori kallajin se thuheshe që shqiptarët nuk ngrihen. Shqiptarët ngritën me thirrje të brendshme. Dakord. 2. Shqiptarët dhe Edi Ramën e mund vetëm Sali Berisha. Në fakt jo. Shqiptarët e detyruan Edi Ramën që ditën e tretë artikulloi fjalën dorëheqje. Pavarësisht si shkon situatat. Dhe njerëzit që kanë hyrë në protestë, që kanë hyrë dhe që janë kundër organizimit protestës, s'është diskutuar fjala kuvend, i cili në vetvete nuk është një organizim politik, nuk është një kuvend. Çfarë do të sjellë kuvendi? E flasim, po të mbaroj këtë paradigmën e sulmit. Në qoftë se bie pra Sali Berishës i merret roli që ka sot, i një fake opozite, të opozitën e bën populli, Edi Rama është i rënë. Pra ky establishmenti vjetër, natyrisht kalon në tjetër proces. O do bëhem bashk kundër një populli, ose do të gjejnë format e tyre, nuk jam këtu dhe nuk e di se çfarë do bëjnë ata. Por lufta kryesore është populli kundër establishmentit vjetër. Dhe këtu kanë hyrë edhe disa element për cilat unë kam qenë kategorikisht kundër. Ka qenë një protestë që ka nisur me buzëqeshje, dhe është një protestë që nuk duhet shkojë me dhunë, se dhuna ja lën pjatë floriri Sali Berishës protestën. Jam shumë dakord. Pra, kuptoni, është një rezistencë e jashtëzakonshme, establishmenti që përdor çdo lloj sulmi dhe populli që vazhdon reziston me frymën e tij. Tani, dua të ndalem te kuvendi sepse 45 ditë protestë nuk janë pak, janë shumë, sidomos për një vend si Shqipëria. Absolut. Janë shumë. Por derisa mund të shkojë, sepse kur kthehet në normalitet është problem. Mësohesh që aty ka një protestë çdo darkë. Si mund të materializohet kjo protestë, që të japi një produkt, që të jetë një kërcënim real për qeverinë, establishmentin? Kërcënim real është edhe kështu siç nuk është kërcënim real, por është e ka vendosur fund fare edhe politika po flet për këtë gjë. Fillim tentuan ta ridikulizojnë, fillim ta injorojnë, pastaj ta bëjnë qesharak. Tani po flasin, e sulmuan, hapi tre, tani po flasin për këtë gjë. Madje dhe brenda kuvendit ti je me protestën, ti si je me protestën, edhe brenda kuvendit dhe populli i ka ulur kuotat e secilit prej atyre në mënyrën më flagrante dhe ato memet, pra tallja që ka qenë, humori dhe gjithçka tjetër. Fund fare unë kam thënë që regjimet i rrëzon humori. Barcoletat e Shkodrës ishin fundi i regjimit komunist. Tallja me memet, komentet dhe gjithçka tjetër, moralisht ka rënë establishmenti. Moralisht ka rënë. Tash duhet bjerë fizikisht. Fizikisht. Rënia fizike e establishmentit ka pasoja goxha të mëdha për sistemin, prandaj në qoftë se politika vazhdon nuk e lexon protestën, qoftë se përpiqet ta injorojë, kostot do të jenë shumë ndaj, edhe për politikën, po edhe për vendin. Tani protesta që duhet bëj? Unë nuk kam tagër, se duke qenë dhe pjesë e protestës, të them më shumë se kaq. Protesta duhet vazhdoj. Dhe, më besoni, nuk është protest, por është një, po themi, revolucion paqësor. Se ka vënë emrin jo revolucioni portokalli, jo pranvera arabe, por në thelb është revolucion. Pra është përmbysja e një sistemi i cili është si një bim i cili është rritur shtrëmbër. Dhe kjo bim bën dëm e rritur kështu. Ky nuk është kapitalizëm. Kjo është ekonomia centralizuar në duart e krimit. Atëherë ne do ta çmontojmë ata njerëzit aty, do ta çmontojmë për të kthyer regjimin ose sistemin, jo regjimin, demokratik sa të munden. Dhe ai popull është i vendosur se e ka artikuluar këtë gjë. Edhe po të shihni një nga gjërat me të cilat unë jam anti është inflacioni i fjalëve. Nxjerrë në foltore njerëz që dalin si tek foltoria e Berishës, që thonë s'kemi ilaçe, ata që dalin për hallën e tyre, por luftojnë shumë që të mos artikulohen këto që po them unë. Që të mos artikulohet që establishmenti është bashk, që Shqipëria është coptuar, që po jepet klientëve, që neve duhet të rikthejmë sistemin tonë, nuk artikulohen këto gjëra. Gjithsesi artikulohen në çdo tavolinë. Dhe artikulohen dhe protesta është një frym, një prush që është i ndezur pavarësisht se mund të jetë një sipër.